Përshëndetje gjithëve, unë jam Dea Luma, studente e nutricionit dhe dietologjisë në Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme në Fakultetin e Mjekësisë Xhera Pasha të Universitetit Istanbul Universiteti Xhera Pasha. Tani më jam studente e doktoraturës dhe i kam mbaruar periudhën e ligjëratave dhe kam filluar në periudhën e përpunimit të temës së diplomës. Si më ra rruga në Universitetin e Istanbulit Xhera Pasha? Së pari isha në kërkim të një programi të doktoraturës pasi kisha përfunduar studimet e master dhe shoqja ime shumë e mirë e cila po ashtu është studente e doktoratës në këtë universitet më propozoi që të aplikoj në këtë universitet. Impresionet e para që i kam përjetuar kur kam ardhur në Universitetin e Istanbulit Xhera Pasha ishin shumë interesante sepse ishte një universitet më i madh nga ai që kisha parë gjatë periudhës së bachelorit dhe të masterit. Kuadrot akademike ishin shumë më të larta me numër të akademikëve më të lartë dhe kjo më impresionoi shumë. Si ishin periudhat e ligjëratave, mësimet, provimet, siç e dini gjithë, studimet e doktoratës janë studimet më të larta akademike, të cilat nuk janë edhe shumë të lehta, sidomos në Fakultetin e Mjekësisë. Ligjëratat mbaheshin çdo ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje e ndonjëherë edhe kur nuk arrinim që t'i përfundonim ligjëratat edhe pas orarit të mësimit mbanim ligjëratat që t'i përfundojmë të gjitha. Ishte një periudhë 2 vjeçare e ligjëratave dhe provimeve, mirë po pas kësaj periudhe filluam hulumtimet për temën e diplomës dhe vazhdimisht me profesor, me mentoren time dhe me profesorët e tjerë duke u këshilluar dhe duke e marrë ndihmën e atyre. Çka do t'ju kisha propozuar ne studentëve të cilët dëshirojnë të studiojnë në këtë universitet është se duhet të mësoni shumë, të jeni shumë të përgatitur, pasi veç se jeni në Universitetin e Istanbulit Xhera Pasha, ju jeni më të mirët, por Universiteti i Istanbulit Xhera Pasha do t'ju bëj edhe më të mirë. Ju faleminderit.